Për të parandaluar krimin e ngritësave dhe për të rritur sigurinë në komunikacion, kompanitë e mirëmbajtjes rrugore gjatë dimrit vazhdimisht hedhin krip në rrugë. Megjithatë, përveç se ndihmon shkrirjen e borës, kripa ka edhe efekte të tjera anësore, si substancë që dëmton më të madhe shtresën e asfaltit. Andaj, pavarësisht se konsiderohet e domosdoshme, ekspertët vlerësojnë se pas përdorimit të kripës duhet domosdoshmërisht pastrohet rruga në mënyrë që të zvoglohen dëmet afatgjate. Në qoftë se nuk mirëmbahet sipërfaqja rrugore, atëherë sigurisht se në pranverën e hershme neve na paraqiten edhe makro dhe mikro deformime të rrugës, ose paraqiten çka edhe gropa të goditëse të cilat edhe rrisin nivelin e rrezikshmërisë në komunikacion rrugor. Por dëmet nuk kufizohen vetëm në infrastrukturë, kombinimi i kripës me rërën mund të shkaktojë pasoja edhe për veturat. Eksperti i komunikacionit Bekim Ahmeti përmend praktika nga vendet evropiane ku aplikohen metoda alternative më efikase dhe më pak të dëmshme. Vendet e tjera përdorin magnez klorid, që ajo e ka kuptimin një lloj kripe tjetër, deri në minus 20 gradë Celsius. Na e përdorëm një metodologji tjetër e cila është përdorimi i kripës me rërën për me kriju fërkim. Nuk është efektive mjaftueshëm edhe ka raste kur shkakton edhe dame, sepse ka raste kur gurt kërcejnë në shëvëshajmë apo në pjesë tjera të karroserisë ku edhe i dëmtojnë veturat dhe qytetarët psojnë për kësaj. Sidoqoftë, kjo mbetet metoda më praktikuar në vend në stinën e ftohtë të dimrit, kur rrugët mbulohen nga bora apo akulli.